Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse djersiteni natën në gjumë, duhet të shkoni tek mjeku. Nëse djersiteni natën në gjumë, kjo tregon se mund të jeni prekur nga disa sëmundje apo probleme shëndetësore. Menopauza. Afshët e nxehta gjatë menopauzës janë një nga shkaktarët e djersitjes tek femrat. Hiperhidroza idiopatike. Kjo është një gjendje në të cilën trupi prodhon në mënyrë kronike shumë djers pa ndonjë shkak të identifikueshëm mjekësor. Infeksione. Tuberkuloza është një infeksion i cili lidhet me djersitjen gjatë natës, por infeksionet bakteriale siç janë endokarditis, inflamacion i valvulat të zemrave, inflamacion në kocka dhe lungat mund të shkaktojnë djersitje gjatë natës. Djersitja e natës është një simptom edhe infeksioneve më të rënda, prandaj duhet që ta kontrolloni. Djersitja gjatë natës është edhe një shenjë e hershme e disa lloje të sëmundjeve të këqija. Ajo që lidhet më shumë me djersitjen është limfoma, megjithatë mos u shqetësoni. Në këtë raste janë shpesh të shoqëruara dhe me humbje të menjëhershme, peshe dhe temperature. Medikamentet. Marrja e disa medikamenteve të caktuara mund të jetë shkak i djersitjes gjatë natës. Medikamentet, antidepresantët dhe aspirina mund të shkaktojnë djersitje. Hipoglicemia, ulja e nivelit të sheqerit në gjak mund që të shkaktojë djersitje. Njerëzit që po marrin insulin ose ilaçe orale për diabetin munden që të pësojnë hipoglicemi gjatë natës, gjë e cila shkakton edhe djersitjen e tepërt. Çrregullimet hormonale. Djersitja lidhet gjithashtu me disa çrregullime hormonale të cilat kanë lidhje me veshkat apo edhe hipertiroidizmi. Gjendja neurologjike. Kushtet neurologjike jo të zakonshme duke përfshirë shqetësime si disrefleksia autonome apo post-traumatike, goditje dhe neuropatia autonome mund të shkaktojnë djersitje të madhe dhe munden të çojnë në djersitje gjatë natës. Nga ana tjetër, të zgjohesh në mes të natës dhe të shikosh jastëkun i cili është çull në djers apo çarçafët dhe rrobat po ashtu, nuk është një shenjë paralajmëruese e një sëmundje të vetme, por e 5 problemeve shëndetësore. Nuk po flasim për rastet kur temperatura e dhomës tuaj është shumë e lartë apo ju jeni të mbuluar trash, pasi është normale që ju të djersiteni, por kur ambienti i dhomës është më se normal dhe ju zgjoheni qull në djers. Menopauza. Gjatë kësaj periudhe kalimtare femrat përjetojnë afshë të nxehta dhe shpesh ndodh që gjatë natës gjumit ju dal nga këto të fundit. Teprimi me alkoolin është gjithashtu një arsye pse dikush mund të zgjohet qull në djers. Nxjerrja e alkoolit jashtë organizmit bën që trupi juaj të mbulohet me bulza djerse pasi toksinat janë liruar nga trupi. Sëmundjet kardiovaskulare. Pas të 50-tave, njerëzit të cilët janë më tepër të rrezikuar të preken nga sëmundjet kardiovaskulare, edhe nëse nuk vuani apo nëse nuk kuroheni për këto sëmundje për shumë net me radhë, apo dhe nëse jeni zgjuar të djersitur, duhet që të bëni një kontroll tek kardiologu. Djersitja natën është një shenjë e sëmundjeve të zemrës. Hipoglicemia. Nëse ju vuani nga niveli i lartë i sheqerit në gjak, mund të ndodhë që të zgjoheni natën të djersitur. Trupi juaj është duke luftuar një infeksion. Në qoftë se trupi juaj është duke luftuar kundër një sër sëmundjesh apo infeksione të ndryshme, kjo mundet që të shkaktojë djersitje natën. Kjo gjë mundet që të vazhdojë për disa ditë ose edhe javë me radhë, edhe pse simptomat e tjera mund të jenë zhdukur. Vuani nga tiroidet. Djersitja natën është një simptom tepër e zakonshme për ata që vuajnë nga hiperaktiviteti i tiroideve.
Djersitja natën është një simptom e disa sëmundjeve të caktuara apo dhe medikamenteve të cilat ne mund të marrim gjatë ditës. Djersitja natën mund të jetë efekt ansor i shumë barnave, ilaçet kundër depresionit dhe ato të diabetit në krye të kësaj liste. Sistemi imunitar mund të mos jetë duke funksionuar. Çrregullimet autoimune janë gjendjet kur sistemi imunitar gabimisht identifikon diçka normale si një rrezik për shëndetin. Këto sëmundje mund të shkaktojnë djersitje të tepërt natën. Djersitja është normale dhe njëkohësisht është e shëndetshme, veçanërisht kur temperatura e trupit tuaj fillon edhe rritet. Por, ndonjëherë mundet që të jetë e tepërt, prandaj mundet që të shkaktojë edhe siklet. Megjithatë, ka disa mënyra tepër të rëndësishme se si ju ta parandaloni atë. Përdorni një antidjers. Antidjersa në ndryshim nga deodoranti që mbulon erën e padëshiruar përmban në zinc e cila bllokon gjëndrat e djersës. Aplikojeni atë para se të djersiteni apo gjatë natës në mënyrë që të jetë sa më efektive. E rëndësishme është ta aplikoni në lëkurë të thatë në mënyrë që të formojë një kristal kripe në kanalin e djersës, thot një dermatologe në Skin Safe Dermatology and Skin Care. Reduktoni ushqimet pikante, yndyrore ose të kripura. Sipas ekspertëve, këtë lloj ushqimesh munden që të rrisin djersitjen, pasi ndërsa trupi juaj merr ushqime dhe pije të tilla, rrahjet e zemrës munden që të rriten, gjë që rrit temperaturën e brendshme të trupit dhe ju bën ju të djersiteni. Qëndroni të hidratuar. Pirja e ujit mundet të ndihmojë në ftohjen e trupit dhe gjithashtu në zvogëlimin e djersitjes. Shmangni pije të cilat përmbajnë kafeinë dhe alkool, pasi këto substanca munden që të rrisin rrahjet e zemrës duke rritur temperaturën dhe duke ju bërë ju që të djersiteni. Zgjidhni gjithashtu rroba të lirshme. Për të shmangur djersitjen duhet që të përdorni rroba të lirshme dhe që nuk ju marrin frymën. Shmangni materialet e ngushta dhe gjithashtu fije të sintetike si nailoni, fije artificiale ose mëndafshi të cilat munden të bëjnë që ju të ndiheni të nxehtë dhe gjithashtu të djersiteni më shumë. Megjithatë, ekspertët theksojnë se shpesh kur djersiteni duhet të kërkoni kujdes mjekësor, pasi shumë faktorë të tjerë ndikojnë në këtë proces si hiperhidroza apo çrregullimet hormonale. Në qoftë se dikush djersitet shumë pa ndonjë arsye ose djersitja munden që të shoqërohen edhe me simptoma si për shembull diarre ose dhimbje në gjoks, mundet të jetë një shenjë e problemi shëndetësor. Prandaj, duhet të bëni kujdes dhe gjithmonë t'i kushtoni vëmendje shëndetit tuaj për të kuptuar se çfarë nuk po shkon me trupin tuaj. Gjithmonë shikoni se si ndryshon trupi juaj me kalimin e kohës dhe sidomos në ndrimin e stinëve. Por në qoftë se dhoma juaj është e nxehtë dhe ju djersiteni natën, për këtë nuk duhet të shqetësoheni sepse kjo është krejt normale. Nga ana tjetër, në qoftë se këto simptoma apo ky problem shëndetësor kthehet në një gjendje kronike, e mira është që të bëni një vizitë tek mjeku juaj. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Faleminderit.